Faleminderit zonën kryetare e Kuvendit, që në fillim dua të sqaroj edhe për lajmet e fabrikuar nga ajo që ndodhi në këtë seancë që Partia Demokratike e ka të qartë, e ka të shprehur publikisht, e ka pjesë të statutit vet bindjen pro-amerikane dhe do të votojë pro marrëveshjes. Votimi kundër në nisje të seancës ishte votim kundër për shkeljen e kushtetutës së Shqipërisë, futjen në një procedurë e cila nuk ekziston as në kushtetutë dhe as në rregullore, ku gjithçka të ndodhi brenda 12 orësh, dhe ishte sepse kështu ju po vesoni atë që duhet të ishte një marrëveshje që mos kishte asnjë cen dhe tregonte seriozitetin e shtetit shqiptar. Dhe në këtë rast, për interesa të një lajmi për kryeministrin, ju nuk zgjodhët të ruani dinjitetin e shtetit shqiptar për të bërë një marrëveshje pa cene siç e kërkon kushtetuta, por zgjodhët ta bënit me shpejtësi në ditën ku Edi Rama nuk do të shfaqej asgjë kundi si lider i veçpallur i Ballkanit Perëndimor, por në Davos do të ishte Vjosa Osmani, për të justifikuar që ja edhe ne si Parlamenti i Shqipërisë po e miratojmë këtë marrëveshje dhe Rama është po aq i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një marrëdhënie që ndoshta për shtetin shqiptar është më kuptimplota, duke filluar që nga parimet e presidentit amerikan Wilson që i mundsoi Shqipërisë njohjen si shtet i pavarur, më pas me gjithë përpjekjet mbas viteve 90 për dhënë kontribut ndoshta më të madhin nga partnerët tanë ndërkombëtar për mbështetje politike dhe demokratike. Ju duhet ta kujtoni që fushatën e parë Partia Demokratike e ka bërë me në krah ambasadorin amerikan. Ju duhet ta kujtoni që i vetmi politikan shqiptar që ka shkelur zyrën ovale që është shpritur nga presidentët amerikan është Sali Berisha. Pavarësisht takimeve të tjera që mund të kenë bërë, askush nuk ka arritur zyrën ovale deri më sot. Duhet ta kujtoni që partneritetin dhe bërjen antar të NATO-s, që sigurisht na jep kreditet që sot jemi edhe në bordin e paqes, është merite pa diskutueshme e Partisë Demokratike. Partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një partneritet në siguri, në ushtri, në ndihmë ekonomike, në zhvillim, në arsim, në kulturë. Programet Fulbright kanë arritur të bëjnë maksimumin për elitat shqiptare, për arsimin shqiptar, për kulturën shqiptare. Kështu që në këtë aspekt nuk ka asgjë për të diskutuar sa herë vjen një ftesë për të qenë në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përpjekje për sigurinë ndërkombëtare, në përpjekje për paqen ndërkombëtare. Ajo që ne diskutojmë dhe ajo që duhet të ndajmë është çfarë është shteti shqiptar dhe çfarë përfaqëson qeveria shqiptare. Shteti shqiptar sigurisht vlerësohet, është antar i NATO-s, nuk ekziston në Shqipëri një parti politike që të jetë kundra Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një parti parlamentare, nuk besoj se ka vend ku pëlqyeshmëria dhe pranueshmëria e Shteteve të Bashkuara nga qytetarët është në nivelet më të larta se në Shqipëri, por ajo që duhet ndajmë është qeveria shqiptare. Çfarë përfaqëson qeveria shqiptare sot për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çfarë përfaqëson qeveria shqiptare sot për realitetin shqiptar. Askush nga parafolësit e qeverisë nuk e përmendi atë që ka ndodhur në fakt, që Shqipëria është i vetmi antar i NATO-s i cili është futur në kufizimet e bëra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vizat ndaj qytetarëve të saj. Nuk ka një tjetër. Dhe kjo po është fal meritës në thonjzat qeverisë. Kur ata masin çfarë ka ndodhur dhe çfarë rreziku sjell për të shkuar dhe për të kërkuar azil, për të qëndruar në SBA, për të vajtur në mënyrë të palishme në SBA. Dhe pse ka qenë ky ndryshim
kjo qasje ndryshe e qytetarëve shqiptarë që s'kanë qenë kur problem përpara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pse u futën në atë listën me vendet të botës tretë. Kjo është merita e qeverisë. Kur nuk arriti dot që qytetarëve shqiptar ti garantonte shëndetësi, ti garantonte arsim, ti garantonte siguri, ti garantonte punësim, ti garantonte rritje ekonomike, por i detyroi që të ishin me numrin më të lartë të azilkërkuesve në Europë dhe të ktheheshin në problem dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke vendosur rekordin e vendit të vetëm të NATO-s që i vjen këto kufizime vizash. Sepse pamjet, me qënë se ne e kemi sot marrëveshjen e paqes dhe temë themelore Gazën, pamjet e QSUT-s para 2-3 ditësh në kulmin e horrorit njerëzor, teksa nxirreshin njerëzit nga reanimacioni në për korridoret e ftohta të QSUT-s një vend pa drita, nuk i gjejnë dot gazetarët dhe t'i kërkojnë as në Gaza. Edhe në vendet që ka luftë, spitalet kanë energji elektrike. Edhe në vendet që ka luftë, të smurët nuk preken. Kurse në Shqipëri rrezikohet jeta. Pse? Nga papërgjegjshmëria e një qeverie që jo vetëm nuk i garanton dot në mënyrë të vazhdueshme furnizimin me energji elektrike, por është aq e paaft sa të krijojë dhe ato generatorët që funksiononin atje. Dhe kjo qeverisje vjen dhe na flet këtu për standarde, për faktor të rëndësishëm, për shembull, për të marrë, ndërkohë që ka degraduar në çdo qelizë të qeverisje saj në atë që duhet i ofroj qytetarëve shqiptarë. Në çdo vend tjetër, sadopak demokratik, do të kishte dhënë dorëheqjen në sekond drejtoresha e Ministrja e Shëndetësisë, e me radhë të gjithë zinxhiri që dështuan për të garantuar shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Dhe këtu të flitet pastaj që ne jemi një vend me arritje të mëdhaja, është hipokrizia më e madhe. Anatemoi kongresmenët amerikan kryeministri, duke i thënë se i paska futur në xhep Chris LaCivita. Anatemoi se mund të blihen kongresmenët amerikan, a thua se kongresmenët amerikan janë Charles McGonigal që e korruptonte kryeministri i Shqipërisë, duke mos njohur as rëndësinë e atij institucioni dhe as integritetin e Kongresit amerikan. Kongresi amerikan dhe kongresmenët amerikan janë politikanë që janë votuar atje për shkak të integritetit që përfaqësojnë dhe nuk janë si këta qeveritarët që kemi ne këtu që vinë për shkak të krimit. Kështu që kur flet Kongresi Amerikan, nuk mund të dalë një politikan shqiptar dhe t'i thotë që ju jeni korruptuar, ju ka futur në xhep X apo Y, duke shkaktuar kështu edhe një sjellje jo korrekte diplomatike për atë që përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kongresi Amerikan. Strategjia antikarteleve të drogës e presidenti Trump nuk është shpikje e opozitës. Nuk është strategjia jonë e quar nëpërmjet Chris LaCivita presidenti Trump, por strategjia e tij dhe vizioni i tij për të ndalur narkotrafikun si një rrezik i sigurisë. Dhe një vend antar i NATO-s, një vend kandidat për Bashkimin Evropian, nuk mund të jetë edhe një vend njëkohësisht që hap dhe lehtëson rrugët e trafikut ndërkombëtar të drogës, pastrimit parave dhe cënon sigurinë kombëtare, rajonale dhe europiane. Dhe ndaj frika e sotme dhe ndaj fjalimi i sotëm me përmendjen 45 herë të spakut, sepse drejtësia e cila është investim amerikan do ta gjejë rrugën e vet herët ose vonë për të arritur tek ai që është përgjegjësi kryesor i kësaj gjendje mjerane ku ndodhet Shqipëria. Dhe nuk ja ka fajin as një lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as një personalitet dhe as një kongresmen,
por ja kanë fajin lidhjet e tij të pashmangshme me kartelet, lidhjet e tij të pashmangshme me korrupsionin dhe gjithë ato dosjet mal që sot janë në SPAK. Shumë faleminderit.